Në videon e parë, për tatim në të ardhura personale, folëm për disa nga kategoritë ku zbatohet ky tatim. Video e dytë flet për të ardhura ku nuk paguhet tatim. Lista përfshin këto kategori: dividenti apo pjesën e fitimit që merr çdo aksioner, rezident dhe jo rezident, të ardhurat nga polisat e sigurimit të jetës për përfituesin në rast të vdekjes të siguruarit, kompenzimet për dëmtimin apo shkatrimin e pronës, interesin nga instrumentet financiare të lëshuara nga autoriteti publik i Kosovës, pensionet dhe asistencat sociale që i paguan Qeveria e Kosovës, bursat për studime, grantet dhe subvencionet, si dhe rastet të tjera që i specifikon ligji. Por, cilat janë ato shpenzimet të lejuara apo që pranohen si të zbritshme nga tatimi? Ato janë çdo shpenzim që lidhet direkt me zhvillimin e aktivitetit biznesor. Kjo zbritje lejohet për qëllime të llogaritjes së obligimit tatimor me përjashtim të disa shpenzimeve që janë të palejueshme apo të kufizuara sipas ligjit. Ekziston edhe koncepti i tatimit paushall apo norma fikse e tatimit. Kur ndodh kjo? Bizneset që nuk tatohen në të ardhura reale deklarojnë dhe paguajnë tatim në të ardhura bruto për 3 mujor, me normën 3 ose 9%, varësisht nga veprimtaria ekonomike. Dhe ky është tatimi përfundimtar për këtë kategori.